Pas 12 vitesh, Fatmir Dehari lëshon postin e kryetarit të komunës së Kërçovës dhe ja dha Aleksandër Jovanovskit. Komisioni komunal i zgjedhor u dorëzoi certifikatat këshilltarëve komunal dhe kryetarit të ri të komunës. Pas marrjes së mandatit, kryetari aktual i komunës së Kërçovës Aleksandër Jovanovski tha se do të përkushtohet për të realizuar punë të mira për qytetin dhe qytetarët, pa dallim përkatësi etnike. Govornica se da i vetëm čestna, vredna и упорна работа за остварување на сите проекти за кои што сме се залагале. Сакам да ви укажам на сите дека ќе немаме никаков проблем, барем од мој аспект јас ќе се трудам да имаме најдобра можна соработка со сите вработени во општината, а особено да ги исполниме очекувањата на нашите граѓани, очекувања во смисол на хигиена, во смисол на проекти кои што ги понудивме. Pas eventit solem, kryetari i ri u prit në zyrë nga kryetari në ikje Fatmir Dehari, i cili e njoftoi Jovanovskin me projektet e nisura dhe të nënshkruara të cilat sipas Deharit kapin vlerën e 7 milion eurove, investime kapitale. Dehari pasi përshëndeti të punësuarit me të cilët ka punuar 12 vite, falenderoi mërgjimtarët dhe gjithë qytetarët e vendit. Zgjedhjet përfunduan, uroj për qetësi, uroj për durim, uroj për kthjellësi të qytetarëve tanë. E thash më herët dhe them edhe një herë, nuk drejtoj ndaj askujt gishtin e fajësisë apo të bëj rolin e gjykatësit. Gjykatësi më i mirë për çdo njeri nga ne, duke filluar nga unë dhe çdo kush tjetër, është ndërgjegjja. Dhe mbesi në ndërgjegjen e çdo njerit puna, përkushtimi apo thjesht thënë e gjithë ajo që ka ndodhur brenda kësaj kohe. Ndaj askujt nuk kam luftë përveç luftë ndaj vetes time. Ndaj askujt nuk kërkoj ndryshim përveç ndryshim ndaj vetes time. Jam njeri, mund edhe të kisha gabuar, për çdo gabim timi kërkoj pjesë dhe falje çdo qytetari apo çdo qytetari që mund eventualisht të jetë i prekur. Përbërja e re e Këshillit Komunal është e përbërë prej 19 këshilltarëve, 5 këshilltar ka AKI, 3 këshilltar janë nga koalicioni Vlen, 2 këshilltar nga kandidati i pavarur, 8 këshilltar VMRO-DPMN-ja dhe 1 LSDM-ja.